Kjo tregon se në 83% të rasteve provat e krimit prishen, manipulohen, përdoren për pazar dhe nuk shkojnë në prokurori. Ky është zbatimi i urdhrit të Edi Ramës. Edi Rama ka urdhëruar institucionet që të mos kenë komunikim me organet e prokurorisë. Dhe ky është një akt shumë i rëndë. E them me bindjen më të madhe. Kur unë kam kërkuar që këto institucione të reformohen, nuk kam kërkuar kurrë e nuk mund të imagjinoj kurrë që ato të shuhen, mos ekzistojnë. Se kjo është ta shuash. Se prokuroria ka një numër të kufizuar punojësish, qoftë prokuror, qoftë OPG. Dhe natyrisht, ajo misionin e kryen mbi dosjet që dorëzon policia, shërbimi, informacionet, kur janë për çështjet të sigurisë kombëtare, dhe administrata. Administrata ka me dhjetra punojës që paguhen vetëm për këtë çështje, që duhet të çojnë dosjet. Kur policia nuk çon 83% të dosjeve, se kjo është shifër shumë e rëndë. Unë e kuptoj që kjo nuk thot që ai ka fshehur, po rënja në një kohë kur kriminaliteti rritet, rënja në 83% e dosjeve të dërguara nga policia është shifra më alarmante që mund të jetë në fushën e luftës kundër krimit. Ndaj dhe kjo është se pse kjo tani, pse ka ndodhur kjo, të them ty. Proda është Matrix, ky Ilir Matrixi, ky shkoi aty pikërisht për të bërë këtë gjë. Po mo. Ilir Matrixi u emërua aty pikërisht për të mbrojtur krimin, për të fshehur dosjet e krimit dhe për të mos i dorëzuar. Për ditë gjithë që ai është Matrix. Ministri vetë është një ushtar i pojës. Po. Ky Hoxha. Apo Hoxha, se herë thot Hoxha, herë thot Hoxha. S'merret vesh si e kam. Pastaj thot, herë jam kështu, herë jam ashtu. Pra, kjo është arsye. Ju jeni dëshmitar. Unë jam përpjek të ndriçoj, të informoj qytetar se si Taulan Balla me dokumenta merr dosjen e kundërshtarëve të bandës, i arreston ata shpërblim për vota. Shpërblim për vota. Se si Taulan Balla merr dosjen nga SPAK-u e çon policinë në mënyrë që ta nxjerrë jashtë afateve ligjore. Asnjë veprim. Pra lajm shumë i keq ky. Fundit. Zoti Berisha, si ish kryeministër që keni firmosur marrëveshjen e